Pagat dhe piramide e pagave janë e drejt absolute ekskluzive për të gjithë shtetin dhe institucionet e tij e ekzekutivit, përveç normalive publike, që funksionojnë me mekanizëm tjetër. Ndërtimi piramidës pagave është një detyrë me shumë përgjegjësi dhe jashtëzakonisht rëndësishme. Ndërtuesi i saj në piramidën e pagave pasqyron përparësitë që ka kombi në rrugën e zhvillimit. T'jap një shembull. Për qeverinë 2005-2013, me qenë se ishte në fund të shkallares pagave, u përparësuan arsimi dhe shtetësia dhe u nxorën në 1/3 e sipërme të shkallares. Përparësim. Sot janë në fund prap. Shifë si janë sektorët. Cop të shkatruar. Vim të gjyqësori. Gjyqësori ka patur në ligj të përcaktuar mënyrën ose normat dhe mënyrën e rritjes së pagave. Ligji impononte qeverisë, mbasi e kishte votuar atë ligj, që të respektonte ligjin, por hirës vërtetës. Në atë shkallare pagash, një prokuror i antikorrupsionit që në statistik reale ka qenë 3 herë më eficient se sa Troplini sotëm me statistik. Mirte gjithsejt po thuaj se 5 herë më pak se sa Altin Troplini sot. Mirte rreth 1.400-1.600 euro. Po kështu gjykatësit. Dhe asnjëherë nuk kishin shfaqur, ja ku janë të gjitha, asnjë pretendim. Pse? Ata kishin në ligj të sankcionuar se si u rriteshin rrogat atyre. Kam dashur të bëj një ndërhyrje, në favor. Kam dashur të bëj se kishte mundësi. Jo, thanë. Ne kërkojmë, e kemi të mirë ligjin, sepse ligjin e kishin ndërtuar e kishin ndërtuar ata mbi bazën e eksperiencës, mbi bazën e meritës, kishin vu, nuk ishte një ligj, jo, vete, ishte ligj shumë i mirë, dhe rriste çdo vit.